komplet pem makina që ishin aty i mori tornadoja, vetëm këtë grun nuk e ka marrë. Ky çuni është tu bërtit, po i thot largo, diçka e tillë. Ky akoma afrohet çuna, shifeni çik. Nisi fantazm thot ky. Çuna dhe goca, keni kërku shumë horror. Keni kërku shumë nga ju horror. Ok, sot tina me videot ose me krijesat më të frikshme të kapura nga kamerat e sigurisë rastësisht. Ok, kjo ka me qenë një video super horror çuna. Do shohim sa video me krijesa çuditshme horror, nuk e di si mund t'i quajmë fantazma, ku ta dim se nuk e kam pa videon. Nëse doni mos i kjo video, boni 2500 like për pjesën tjetër, pasi është shumë e vështirë me gjetë materiale, me gjetë si këto lloj videosh, domethënë është shumë e vështirë, kështu që mënytën i shpërthejeni butonin like edhe subscribe nëse jeni tri, edhe shtypini zilen, edhe gjithashtu kam pa që jena gati 15000 subscribers edhe kam vetëm 300 followersa te Instagram im personal. Kështu që nëse doni me pa të rejat më të fundit, ku ta diun, bëni follow te Instagrami im artiolz, do e keni diku këtu, edhe le të vazhdojmë me videot më të frikshme në 2021-shin. Në fillim kemi dy çuna që janë tu i dhënë makinës vonë natën, janë thjesht duke i dhënë makinës, nuk është se janë të bënë ai gjë kush e di, edhe në fund rrugës i del diçka që i pret rrugën dhe këta frenojnë. Ishin gati të ndru marshin tjetër çuna, se po jepte gaz ai bobi, deshte me kalu marsh tjetër, me ecë më shpejt, ku direkt frenon çuna dhe para i del diçka që nuk merret vesh se ç'a është. Është diçka e ulur në gjujnë çuna, është diçka e ulur në gjujnë. Siç e shihni, është diçka e ulur në gjujnë, as nuk edhe kualiteti i fotos nuk e ka, i videos nuk e ka dot se ka qenë natë normalisht, por që është diçka e ulur, si ja, po ta shihni. Okej, këta çuna tikën mrapa dhe ja futën vrapin nga frika, po ti isha unë aty çuna e kisha fut vrapit. 12. You will probably replay this clip countless times. What? Çuna, shifni çik. Shifni, ndiqeni këtë makinën BMW më duket është. Po BMW. Edhe prit ja u tregoj gjithë makina. Është kjo makina këtu dhe kjo këtu. Po kthehen majtas te kryqëzimi, shifni çik. Është edhe kjo makina e tretë këtu. Këtu kalon një makinë tash. Shifni pa pritmas, kalon një makinë dhe ky what the hell, dhe ky frenon. Ja, ky frenon këtu. Makina kalon mu këtu, nga erdhi ajo makinë nuk jam të e marrë vesh, dhe shohim edhe herë. Nga erdhi ajo makinë, doli nga hiqi o çuna, shifni çik. S'kishte makina fare këni. E treta makinë është ne, është larg, s'ka lidhje fare. Edhe kjo që po ikte para, kjo BMW-ja këtu që po kthej nga drejtimi i makinave tjera, kur pa pritmas BMW si del i makinë para o çuna. Del i makinë para. BMW-ja freno, nga doli kjo makinë. Girl at night can be scary, let alone. But seeing an actual ghost right in front of you is 5 times scarier. Çuna, këtu kemi një driver që nga videoja që nga bën 2014-ën. Kjo video dhe pa pritmas para i del nisi fantazm thot ky. Nuk e di a është e vërtet kjo. I del fantazma para çuna. Edhe u zhduk fantazma. Edhe ai shkreti vazhdoi rrugën e tij, ti isha unë. Do kisha ik për lesh. Best tornado ever. A whole car was swallowed by a tornado vortex. Luckily, the woman that you're about to see. Diyor mu vana? Çuna, shifeni çik me vëmendje. Tornadoja ishte një tornado super fuqishme, e kapur nga rastësisht nga kamerat e kësaj makines, domethënë. O zota çuna, shifeni pak. Komplet pem makina që ishin aty i mori tornadoja
Vetëm këtë grun nuk e ka marrë. Si ka mundësi o çuna? Mund quhet gruaja më me fat në botë, njeriu më me fat në botë o çuna. Si ka mundësi o çuna? Dhia racën, nuk e besoj dot. Gjithë makinat ikën për lesh veç kjo gruaja, imagjino shikues. Edhe nuk bën as lëvizje fare. Çuna këta janë ja 3 motoristë nduket me motora normale. Janë tu ecë edhe në anash rrugës shohin një grua. Wow, sa frikë për zotin. Që të ishte e gruja në mes natës aty? These two clowns were arrested, supposedly because they were carrying knives, and no one knew why. Çuna! Normalisht, klaunët, ose klaunët, nuk e di si thuhet shqip, klaunët nduket, po, klaunët supozot jenë njerëz të mirë që të bëjnë për qesh, e tjera. Por, mzuni kolla. Por, nëse ju rastis që shihni klone natën vonë, atëre mos besoni që ata do jenë qeshara, por futeni vrapit sepse janë super horror çuna. Ky polici këtu shkoi me pa këta, domethënë, ka vajt me pa këta. Imagjino, ky polici ndaloi makinën e tij për të pasë çajin të bë këta klon këtu. Okej, polici, halal plja. Çfarë do bësh më vonë? Ata pas kanë thik në dorë. Okej, i bën durt kështu, nuk e di pse janë tu i bë durt kështu. Shkoi polici o çuna atje. Ata s'janë të lëviz, punët ishin me thika në dorë çuna. Klonët me thika në dorë. This is not your average police chase that you will ever see. Some things can never be explained. This white car, the cop. Moment, he's going to make a turn. Diyor mu vana? Be explained. This white car the cops are after is definitely out of the ordinary. Something left her. Çuna, te ke videoja që do shohim tashi, policët janë tu e ndjek një makinë të bardhë që është tu ik si palla nej, është tu ik në një mënyrë të pazakonshme çuna. Merr kthesën majtas rrugës çuna dhe zhduket. Por gardi këtu nuk është prish fare. Siç e thot këtu, gardi prej hekurave, siç e shihni, nuk është prish fare, ka kalu makina mes për mes dhe nuk është prish fare. Qa mund t'i thuhet kësaj çuna? Shifeni prapë çuna. Ikën kështu çuna në pyll. Do të prishte gardin që të kalonte, për s'kaloi, nuk prishi i gard fare. Si ka mundësi? The view nature gives us. But in this case, it gave a little way too much for these passengers. Ta janë disa turistë që janë tu eksploru edhe pa pritmas ndodh një rrëshqitje dheu çuna. Siç e shihni. Oh shit. O çuna, shi sa frikë. Mirë që kanë ecë mrapa këta çuna, seriozisht. Sa frikë o çuna, për zotin, mirë që kanë shpëtu o çuna. Very creepy. A guy comes across this woman dressed in a white dress. She runs. Nga këtu kena i grua çuna. Kena nuk e di a plak më duket se ka i shkop në dorë, po është e veshur me të bardha edhe i ka flok të elçume çuna. Ky çuni është tu bërtit, po i thot largo, diçka e tillë. Ky akoma afrohet çuna, shifeni çik. Sa frikë çuna, seriozisht. Nuk e di çuna ç'a të them për këto video. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer juve herë. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Nëse ju kanë pëlqyer, bëni like, subscribe, shtypini edhe zile që ta bëjun pjesën tjetër, ishin shumë horror, seriozisht. S'kam që them më për këto lesh videoje. Shihemi videon tjetër.